Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Alianca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut do të dalë me kandidat më vete në listat për këshilltar. Vendimi është marrë pas më shumë se 3 orë të mbledhjes së kryesisë së Aleancës. ASHE definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të del me listat veçanta për këshilltar komunal. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partitë tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellë. Dhe ASHE prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për shqiptarët në të gjitha detet. Megjithatë, kjo forcë politike mbetet e hapur për bashkëpunim për kandidatët për kryetar të komunave. Aleanca për shqiptarët u mundua në këtë periudhë që të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlenë, të jenë sondazhe dhe anketa. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlenë dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlenë dalim humbës. Kryesia e Aleancës njoftoi se do të vijojnë të jenë pjesë e koalicionit qeverisës Vlenë me partitë e tjera shqiptare. Askush nuk mund t'i garantojë Maqedonisë së Veriut se nëse e ndryshon kushtetutën tani, nuk do të ketë më pengesa në rrugën europiane, tha komisionere europiane për zgjerimin Marta Kos në intervistë për Agjencinë Europiane të Lajmeve. E kuptojnë që ndryshimi i kushtetutës nuk është një pyetje e lehtë. Ne gjithashtu e kuptojmë se është shumë njerëzore dhe kuptueshme që vendi juaj dëshiron të ketë garanci pas gjithçkaje që ka kaluar. Nuk mund të ketë garanci, por ajo që pres nga të gjitha shtetet anëtare, kur ka çështje dypalëshe, është që diskutimet të zhvillohen me mirëbesim dhe me vizion për të arritur një kompromis, tha Marta Kos. Ajo shtoi se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes dhe personalisht do të niset për në Sofje për të takuar me të gjithë politikanët bullgar dhe më pas do të kontaktojë dhe me politikanët në Shkup. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet të angazhuar në luftën kundër korrupsionit. Në konferencën rajonale Integriteti Global në rrethim Inovacion kundër pushtetit të palishëm, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, i ngarkuar për politikat e qeverisë Semiri, konfirmoi përkushtimin e qeverisë për luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve demokratike. Arben Fetaj theksoi se korrupsioni përbën kërcënim serioz për zhvillimin demokratik dhe stabilitetin institucional, duke përmendur se vetëm 18% e masave të planifikuar antikorrupsion janë zbatuar gjatë vitit kaluar. Fetaj njoftoi rifillimin e dialogut të strukturuar ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, përmes krijimit të Këshillit për bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë civile dhe përfshirjen e një përfaqësie të saj me të drejtë vote në trupin ndërinstitucional për koordinimin e luftës kundër korrupsionit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës mblodhi kabinetin qeveritar dhe akuzoi sërish opozitën për bllokimin e punës së kuvendit. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar është në detyrë dhe efektivisht i dorëhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Para anëtarëve të kabinetit, shefi i qeverisë sqaroi edhe një herë pozitën e tij dhe të ministrave në raport me ligjin për kushtetutën pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veçse efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Akuzave të kryeministrit nuk i shpëtuan as edhe mediat. Shefi i qeverisë pretendon për zhvendosjen e bizneseve të atyre që ai quhen oligark drejt Serbisë. I siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq lart sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës atë dhe po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend me ligj
e me siguri e paqe për gjithë. Bullgaria pritet të bashkangjitet aleancës ushtarake ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës në intervistë për TRT Ballkan, ku ishte i pranishëm në kuadër të forumit diplomatik në Antalya të Turqisë, deklaroi se kanë marrë një konfirmim nga Bullgaria, e cila më herët ka zhvilluar diskutime me ministrin kroat për mundësinë e bashkimit në këtë marrëveshje tripalçe. Eyüp Maqedonsi beson se dhe vendet të tjera të rajonit, veçanërisht ato që ndajnë vlera dhe interesa të përbashkëta, do t'i bashkohen kësaj nisme. Maqedonsi konfirmoi se qëllimi i kësaj marrëveshje është ruajtja e paqes, stabilitetit dhe sigurisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.